sa kryeministi, para se të mbyllen vend votimet, unë për veti as kam e kap kur kemi këndor, as kam ullë në asnjë studio. Nëse veç një lajm del para se më mbyll qendrat e votimit. Veç një rezultati këtyre i exit pollëve, thotë Zani. Para në orës 19. Po, cili, leta të zotë Amiti, po... Jo, Zani po të kërkon, të thotë, një exit poll që është publikuar para orës 19. Jo, ky referohet kësaj orkestrimit të qeve. Jo, e tha, lajme, tha janë publiku lajme me sondazhe para se më mbyll qendrat e votimit. Hajde rrejti, po dhe kjo vetëm një lajm gjeje, para orës 19. Veç kur u diskutu cili ka qenë sondazhe që kanë nxjerrë me 16% është se 55.9. Kryeministri tha. Do të thotë me 16 kanë nxjerrë sondazhe lajme para se më mbyll qendrat e votimit. Çi kjo? A ke pati një lajm të tillë? Veç qysh e shatin këtë rast. Me gjatë ditës. Ka qenë. Okej, po qisoj pjesë, po më intereson që hajde u kon po vajtu me natë. Avokat e rrënës. Njerëz që kanë pretenduar që kanë qasje në këto sondazhe. O, pse ti ki besim ma shumë ata njerëz? Pse ki besim mërë, po qka dojnë mërë? Pa ta ka dash me lujt, me provokum. Sikur ky tjetër, dhe sikur ky tjetër me gjithatë ka një ndikim këtë shoqëri. Dhe nëse tenton me te i kalu këtë, nuk je real, edhe nuk je serioz edhe i sinqert. Çfarë efekti munën me pas ata njerëz, munën me ndihmu shumë ma shumë partisë tjetër me u mobilizu dhe me dojnë, hajde se po fiton Ariani. Po jo është gabim. Zotin Arian Tahiri, unë e pajtona që duhet me vetu e me hullumtu se një e vërtet duhet me kona aty. Sondazhet po uqin gjitha. Se më thatë sështë e vërtet që ka ndonë me 16%. Dërsa rezultati tjetër, mirë është me votun të brejtëve të 16%? Se më muajtu, që po muajtu. 55.9, 39.7 kalkuloj vetë. Po, sa është? Sa i bje? A, ti po thua diferencën mes dy kandidatëve? Ajo, se me fitore. Profesionale e sen sështë. Sështë e ndërhyrje në votim. Sështë ndërhyrje në votim. Uqa e ka dikun sa se ti për shemë që duhet që dhe nuk në sondazja është përcaktim. Sondazja është matja përcaktim. A ka ndo një pikë që nëse ndërshton sondazja duhet dënohet? Po jo, zone Fatime, ki gabim. Përsa ta sondazhet publikohen pas orës 19. Edhe për Mitrovicën. Pse s'ka ndodhur një sondazh me nxjerr zotin Peci fitues dhe një tjetër zotin Tahiri. Duhet me uhetu pse? Po pajtona unë që duhet me uhetu pse? Duhet me uhetu, mos ka pasur prekjet votës. Edhe ka prej kësaj jone duhet me uhetu. Jo bresali. A garantohet me bindjen edhe perceptimin është matje o vetëm që sondazhi, zonja Ajdari, sondazhi nuk është manipulim i rezultatit. As engineering. Jo, sepse publikohet pas orës 19. As engineering. Nuk i prek kutit të votimit. Engineering, manipulim është diçka tjetër. Kjo tendenca, e tham, edhe njerë mos t'i kthehemi se u lëdhëm. Po kjo tendenca që njerëz... Jo, unë do t'a përsëris vazhdueshëm këtë, se nuk e kuptoj logjikën. Cili exit polla para orës 19? Mundet, si quhet engineering, çka postojnë në Facebook? Po, njerëz që kanë... Si quhet engineering, kur unë nxjerr rezultat pas orës 19? Çish ndryshoj votën në kuti? Ata po dojnë statuse mos më shkruaj, gazetarët mos më njoftu kush po fiton. Pra që kjo kërkesa, të mbyllën mediat e pavarura dhe media juaj të jetë mbyllur, mos ka këtë debat për të vërtetën. Zona Fatime e këtij grupi politik në 2014, në ora 15, publike kam statusin Facebook. Kum qenë nxjerr përqindje dikon për 5-6 parti politike, edhe me 0.5% edhe renditjen e kum qellu. Thjesht ka qenë prognozë. Prognozë që kum qenë. A do me thonë që pas na pas informata, pas na ndiku? Jo. Është mendim i lirë, është prognozë e lirë, është qasje e lirë bre, shkruj qka dush, nuk i asni, qfar bartë pozita institucionale, qoftë gjyqësore, qoftë mbikëqyrëse, ata persona bartën. Aty përveç që janë gazetar... Si individ. Si individ, po, si individ. Ti mund të shkruaj çka dush, si kompani. Po, si individ, a ka shkruar nacionale ose në ndonjë portal i tyre